Një person dyshohet se ka djegur veten me benzin brenda autobusit. Kto janë informacionet e vetme që kanë dalë deri më tani nga incidenti ku të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pasi një autobus u përfshi nga flakët në perëndim të Zvicrës. Në një video që ka siguruar media dëgjohet një burr i tronditur teksa flet në gjuhën shqipe dhe tregon se çfarë ka ndodhur. Në video burri pyetet se çfarë ka ndodhur ndërsa ai përgjigjet në gjuhën shqipe. Nuk e dim, po thon që një person e ka djegur veten. Dëgjohet teksa rrëfenai duke se personi kishte hedhur benzin mbi vete dhe më pas ishte vetë djegur. Shkaku i flakëve ende nuk është konfirmuar dhe autoritetet kanë nisur një hetim për të përcaktuar rrethonat e sakta të incidentit, përfshirë edhe mundësinë që zjarri të ketë qenë i qëllimshëm. Rreth vendit të ngjarjes fluturonin pupla nga çaketat e shkatruara, ndërsa kalimtarët shiheshin të tmerruar nga ajo që kishte ndodhur. Kur zjarrfiksit mbritën në vendin e ngjarjes, nga automjeti kishte mbetur vetëm skeleti i djegur. Policia po vazhdon hetimet për të sqaruar rrethonat e plota të ngjarjes.